A është e vërtet që kur vdes njeriu rrin në ajër dhe nuk gjykohet, po lutet që të bëhet dita e Kiametit. Po. Ai thotë a hongra unë të hajnë dhe këto tjerët. Zoti. A hongra unë thotë ai vdiqja unë. Inshallah dezin gjithë. Ej zoti ma. Kështu është kur shihni filma fantastiko shkencor shumë. Problem është. Ose kur shihni këto filmat që gjoja duan ta afrojnë se si del shpirti, çfarë bën shpirti, ka ca filma islamik që tregojnë si del shpirti, si i kap shpirti njerëzit, oba, ato të qaci për trupit. Ky oba, shko ke rrobat e veta si vesh dot, shko kënej, anej, gjitha ne. Tu pak shu filmash, tak. Ej zotin madh, la ilaha illallah. Kur njeriu vdes, shpirtin e morin me lajket. Nësa është i mirë, ngjitet deri në qiellin e 7, thot me lajket, thot Zoti, shkruajeni emrin e robit tim në librin e Lijin dhe vendoseni shpirtin e tij në xhenet. U fut trupin në varr. Vjen shpirti, bëhen pyetjet, shkon shpirti në xhenet, varri kthehet në kopsht për kopsht xhenetit. Të keqit, del shpirti nga trupi, e morin me lajket. E ngjisin lart me çfarë? Pëlhura zjarri, këta me pëlhura xheneti, këta me pëlhura zjarri. E çojnë deri në qiell të parë. Sapet as i der qielli, u varros në varr. I bëhen pyetjet, s'përgjigjet, shpirti shkon në xhenem, xhenemi derdhet në varr, i bëhet varri gropër në xhenemit. Ai pari thot, o Zoti i madh, boje Kiametin sa më shpejt, sepse shpirti është në xhenet, do të bashkohet me trupin siç jemi ne sot. Dërsa ky tjetri thotë, o Zot, kur mos e bë Kiametin o Zoti im, se e di se çfarë e pret kur të bashkohet me trupin.